Kur farmase në altë s'ka. Qësa është veç për njoftoj edhe kolegë këtu, punimet janë ndalume. Bizneset e ndërtimit janë listuar në mesin e shkaktarëve kryesor të aksidenteve në punë në vend. Raportet e inspektoratit të punës tregojnë se në këto biznese, një listë e gjatë të standardeve të shëndetit dhe sigurisë në punë nuk respektohen dhe si rrjedhoj, punonësit janë të ekspozuar ndaj rreziqeve serioze. Standardet e promovuara nga ligji për siguri dhe shëndet në punë kërkojnë që bizneset e ndërtimit të vendosin skela për mbrojtje nga rënja nga lartësitë, të vendosin masa mbrojtëse brenda objekteve dhe të pajisen punëtorët me mjete mbrojtëse. Standardet e tjera kërkojnë që punonjësit të kenë certifikata shëndetësore dhe të jenë të trajnuar për punët të cilat i zhvillojnë. Të njohura nga të gjithë, këto standarde injorohen nga një pjesë e madhe e bizneseve të cilat neglizhojnë sigurinë dhe shëndetin në punë. Inspektorati i punës është mekanizmi kryesor përgjegjës i thirrur për të vendosur rregulle në zbatimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Në hartën e bizneseve të ndërtimit, inspektorët në një mëngjes kanë identifikuar disa biznese të ndërtimit në zonën e Podujevës. Inspektori Bajram Berisha drejton një operacion kontrollit i cili do të ketë sakt një biznes ndërtimi. Qëllimi i inspektimit janë masat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Tani kemi informata se në këtë hapësirë ndodhet një objekt, një subjekt i cili nuk ka masa të sigurisë dhe shëndetit në punë, të cilën do të shkojmë do ta vizitojmë. Kontrollet nga inspektorati i punës janë obligative dhe bizneset nuk mund të refuzojnë bashkëpunimin me inspektoratin. Sipas rregullave, në rastet kur bizneset refuzojnë të krijojnë qasje inspektorëve në zonë, mund të ftohen edhe organet e rendit. Në kontaktin e parë, inspektori Berisha nuk pengohet nga zyrtarët e biznesit. Ata japin qasje të lehtë për ekipin e tij. Puna marr. Hajni lodh, hajni mirë. Çka keni punë? Deri unë jem në inspektim për siguri dhe shëndet punë për inspektoratit punës. A ka mundësi me në edhon letë njoftimat? Kësa ere në dalë veç për siguri dhe shëndet punë, masat sigurisë trajnimet. Oke, a bëna sjell? Oke, në regull. A ne amnin bë amnin në do të shtashtë. Në amnin bë amnin. Po që identifikoj, mërë e më në bjërë. Procedurat e kontrollet në një biznes të ndërtimit nisin me identifikimin e përgjegjësve. Legjitimimi dhe marrja letër njoftimeve bëhet me qëllim që të identifikohen përgjegjësit. Pas legjitimimit, kontrollet nisin në hapësirat e punës. Në minutat e parë të inspektimit, zyrtarëve të shtetit u konfirmohen informacionet. Biznesi nuk ka respektuar rregullat e parapara në standardet për siguri dhe shëndetin në punë. Shpushijet qëto vend punishtë asë është e pastrume, s'ka shkallë sigurta për me hy punëtori. Hapësirat deri ta shpushijen janë të hapura, shkallët janë pa parmak profesional. A veç të i të thrasin u dhe ecin a kusë është edhe... A? Okej, kësa është veç për njoftoj edhe kolegë këtu, punimet janë ndalume. Në kontrollën e një biznesi të ndërtimit, inspektorët gjejnë parregullsi serioze. Në minutat e parë të kontrollit, inspektorët konstatojnë hapësira të pambrojtura dhe zonë të rrezikshme për punime në ndërtimtari. Për të parandaluar çdo problem të mundshëm, në nisje të kontrollit inspektori nxjerr një vendim radikal për biznesin. Të gjithë punëtorët të largohen nga vend punishtja e cila do të mbyllet me urdhër të inspektorit. Kjo procedurë zhvillohet për të parandaluar çdo aksident të mundshëm edhe gjatë inspektimit. Pas urdhërit për mbylljen e vend punishtes, inspektorët vazhdojnë të konstatojnë problemet e radhës. Që këto masat bazike për sigurisë dhe shëndet punë mungojnë. Edhe ajo shkallë nuk është e sigurt.
për zhvillimin e punëve. Hajde lodh. Jo, po jo. Si e ai mirë? Hajde lodh. A që të shkallë për bëni poshtë, a? Që do na pas kanë cilë, që të që do përdorëm. Po, a? Po që kjo kur farë sigurie s'ka, që ato drasat nëse s'kanë hekër poshtë, kur gjë. Ha? Po edhe nëse i kanë të hekurat janë dvogël. A ka ma njerëz nalë? Jo, na fotë e të dy. Okej. A me jap një emnat të ledhë nëftimet? Jetë nëftimi është ma korrekt. Nuk ka problem, sot jem dalën veç për sigurinë dhe shëndetin punë. A keni trajnime, jo? Po, kena krye. Faleminderit, që punimet janë ndalume, tash të bojna vendimin për dalin për koshmërinë, për shkak masave të sigurisë punës. Po, qëto hypen? Jo, që masën, qëto e ka veç pak, qërë që të kabëll. Qërë masën. Kjo krejt e kaltë është. Në kontrollin bazik të biznesit të ndërtimit, inspektorët konstatojnë se punët nuk guxojnë të vazhdojnë. Pasi janë larguar punëtorët nga vend punishtja, inspektorët e dokumentojnë çdo shkelje në raportin e tyre mbi inspektimin. Ky raport është një bazë për ndëshkim të bizneseve që shkelin rregullat dhe shërben si bazë për nxjerrjen e vendimit me shkrim për mbylljen e vend punishteve. Sipas rregullave, kompanitë e ndërtimit pas inspektimit kanë të drejtë të ndërmarrin masa për përmirësimin e situatës në vend punishte. Borem, kur farmasë e naltë s'ka? Bëni foto. Jo, la po i pi krejt. Jo, po ja kështë kontrole ka dalë. Bëni foto komplet dhe shënë të barë mire, ma. Ha? Po. A ka qanina shkalla me zbrita jo? A veç që kënina janë? Që sa po në mbes në ndërtim të ri? A jenë sigurta që sajtë ka për shkeljone? Po me shtyllajnë poshtë. Ha? Po me shtyllajnë poshtë. Po, më thyjnë e një, monat me më qu. Pej sa ka ndodhër. Po jo, po dy pe. Me gjithë në ndodhër në shala kur s'dodhë. Okej. Hadi zbret poshtë. Qësh përshijet to asë një masë për siguri dhe shëndet. Siguri s'ka, hapësirat e hapëra janë të hapëra, s'janë mbyllur na heq, kur farmasës s'ka marrë. Me vetë faktin edhe kjo zbrasti duhet me konë në mbyllur, me farmak profesional. Fal, a pek edhe qatë shkallë me qatë ytë krejt? Qatë shkallë edhe bërim, mere qatë shkallën qatë poshtë krejt. Qëto qëra masa për sigurisë ka? Tja e punë kryqë a investitore? Ha? Punë kryqë. Një s'keli, qëra qëto shkallë? Ha? I merë masa, ta bëjnë raportin, ta bëjnë vendimin, ta lejnë afatin për prezentim dokumenta. Kur ti marrësh masat krejt, e bën kërkesën për shfaqëzim të vendimit për daljen për koshën punime, vi me kontrolloj, me verifikoj që ata është mirë ajo. Pasi kanë dhënë udhëzime se cilat masa duhet të rregullohen për të dhënë lejen për vazhdimin e punimeve, inspektorët vazhdojnë me kontrollimin e çështjeve të tjera të ligjit të punës. Sipas ligjit, të gjithë punëtorët duhet të jenë me kontratat të punës dhe të pajisur me certifikatat shëndetësore. Inspektorët në vendin e punës gjejnë 6 punëtorë. Atyre do u kontrollohen të gjitha dokumentacionet për të verifikuar nëse janë në rregull me procedurat ligjore. Certifikata për trajnim për sigurisë të punë, certifikatat e mjekut të punës, listën për pajisje personale,
certifikatën e një personit ose të... Ja. Tash, këto çka po i thamë një shkruan raport. Çka s'është shkruar me këto më se berë. Gjatë inspektimit dhe këtë vend punishte, në vend punishte janë hasur 6 punonjës, të cilët janë identifikuar dhe për të cilën do të kërkohen dokumentet të cilat janë të nevojshme për sigurinë e shëndetit punës, si certifikatat pajisje, certifikatat mjekësore të punës, pajisje të mbrojtje personale, trajnimi nga siguria dhe shëndetin punë. Ndërsa sa i përket gjendjes në vend punishte, në këtë vend punishte mungonte përkufizimi i objektit me skele, në katin e dytë aty ku ishin duke zhvilluar punimet, kishte hapësira të hapura të shkallëve dhe të liftit, si dhe në pjesën ku është kryer puna e vrasht, aty ishte hapësira të hapura, gjë të cilën punëkryesi dhe investitori janë të obliguar të mbyllen hapësirat. Në rastin konkret, pas evidentimit dhe konstatimit të parregullësive në vend punishte, ne kemi bërë një raport zyrtar, si dhe një vendim për dalimin e përkohshëm të punimeve, si dhe kemi lënë një afat deri në javën tjetër për prezantimin e dokumentave, ndërsa me rastin e eliminimit të parregullësive të konstatuara tani në vend punishte, investitori dhe punëkryesi do të paraqesin kërkesë pranë Inspektoratit Qendror të Punës, ku inspektorët e rastit do të dalin në vend punishte, do të konstatojnë eliminimin e parregullësive dhe në këtë rast do të bëjnë shfuqizimin e vendimit për ndalim të përkohshëm të punimeve. Biznesi do të qëndrojë mbyllur deri në sanimin e vërejtjeve të dhëna nga inspektori dhe, gjatë inspektimit të thellë, inspektorët do të kontrollojnë edhe rregullsinë e kontratave të punës dhe rregullave të tjera sipas ligjit të punës.